Kardinalët vendosin sot për datën e zgjedhjes së pasardhësit të Atit të Shenjtë Papa Francesco. Takimi nisi sot në orën 10, ku morën pjesë 10 princër të kishës nga gjithë bota në Vatikan me qëllim për saktimin e procedurave të radhës për zgjedhjen e pasardhësit të Bergoglios dhe papatit të ardhshëm të kishës katolike romake. Si bëhet zgjedhja e fshehtë e papës? Për shekuj me radhë, udhëheqësi i kishës katolike është zgjedhur në konklav, një proces tepër i fshehtë. Kardinalët janë të ngarkuar me zgjedhjen e papës së ardhshme, i cili ndjek një proces të veçantë që i ka rrënjët në mesjet. Procedura e ndjekur në pjesën më të madhe përcaktohet nga Kushtetuta Apostolike e vitit 1996, një produkt i Gjon Palit të dytë, i njohur si Universi Dominik Gregis, me disa përshtatje të mëtejshme nga Benedikti i 16. Pasi të caktohet data, zgjedhësit kardinal shkojnë në shtëpinë e konklavës, Kapelen Sistine të Vatikanit, për të zgjedhur kandidatit i nevojitën 2/3 e votave. Por cilët janë hapat e ardhshëm? Procesi i zgjedhjes së një pape zakonisht fillon midis 15 dhe 20 ditëve pas vdekjes së papës. Kamerlenjo është një kardinal i zgjedhur nga papa dhe është përgjegjës për organizimin e procesit zgjedhor të konklavës. Kamerlenjo aktual është kardinali Kevin Farrell, një prift irlandez amerikan që ka mbajtur këtë pozicion që nga viti 2019. Çdo burr katolik mund të bëhet pap, megjithse në praktik papa i ri është zgjedhur nga kolegji i kardinalëve që nga viti 1379, ndërsa aktualisht ka më shumë se 250 kardinalë në mbar botën, vetëm ata nën 80 vjeç në ditën kur Selia Apostolike bëhet e lirë lejohen të votojnë. Pra realisht numri i kardinalëve që kanë të drejtë vote është 135. Vlen të theksohet se përpara konklavës papale, kardinalët mbajnë takime të përditshme. Çfarë ndodh në ditën e parë të konklavës? Në ditën e parë të konklavës, kardinalët mblidhen për një meshë të veçantë në Bazilikën e Shën Pjetrit, e cila është zakonisht zhvillohet në mëngjes. Pasdite kardinalët mblidhen në Kapelen e Palit me veshje kori përpara se të ecin në Kapelen Sistine për të kënduar krijuesi. Betimi për konfidencialitet. Rendi i parë i punës është që kardinalët të bëjnë një betim për fshehtësi. Më pas, mjeshtri i ceremonive liturgjike papale jep sinjalin extra omnes. Fraza do të thotë të gjithë jashtë dhe shqiptohet në latinisht nga mjeshtri i ceremonisë. Aktualisht kryepeshkopi Diego Ravelli, që të gjithë të largohen nga Kapela Sistine përveç zgjedhësve përpara se të fillojë votimi. Kjo është hera e fundit që shohim kardinalët derisa të zgjidhet papa i ri. Kardinalët flenë dhe hanë një bujtin të ndërtuar posaçërisht Casa Santa Martha, pranë Kapelës Sistine, ku Papa Francesco ka jetuar për 12 vitet e fundit. Procesi i votimit. Votimi është i fshehtë dhe u prezantua në 1621 nga Gregori 15. Kardinalët votojnë individualisht për kandidatin e tyre të preferuar derisa të përcaktohet fituesi, një proces që mund të zgjasë disa ditë. Në shekujt e mëparshëm, votimi mund të zgjaste javë ose muaj. Megjithatë, duhet të theksohet se disa kardinal kanë vdekur edhe gjatë konklavave. I vetmi tregues se si po ecin zgjedhjet është tymi që ngrihet dyert në ditë nga djegja e fletëve të votimit të kardinalëve. Tymi i zi sinjalizon dështimin e zgjedhjeve. Tymi i bardhë tradicional sinjalizon zgjedhjen e papës së ri. Si bëhet publik vendimi për papën? Pasi të dalë tymi i bardhë, papa i ri normalisht duhet shfaqet brenda një ore në balkonin me pamje nga sheshi i Shën Pjetrit. Kardinali i lartë pjesëmarrës në konklav do të shpall vendimin me fjalët Habemus Papam, që do të thotë ne kemi një pap. Më pas ai do t'i paraqes papës së ri emrin papal që ka zgjedhur, i cili mund mos jetë emri origjinal. Për shembull, Papa Francesco pa gëzua si Jorge Mario Bergoglio, por zgjodhi një emër tjetër kur u shpall pap për nder të Shën Franceskut të Azisit, një shenjtor i kishës katolike themeluesi i urdhrit franceskan.